Sonte do të denoncojmë një situatë pa precedent e cila ka ndodhur në komunën e Drenasit. Atje e kemi marrë një denoncim për një rast të pa precedent i cili lidhet me besimin e një fëmije 6 vjeçar. Besimi i fëmijëve është procedurë gjyqësore e cila zhvillohet në momentet kur një çift të ndahen prej njëri tjetrit. Çifti nga Drenasi janë ndarë 5 vite më parë, ndërsa procesi për besimin e fëmijës 6 vjeçar po vazhdon në gjykatën e Drenasit. Sipas procedurave, në fillim besimi i fëmijës i ishte dhënë të atit me arsyetimin se nëna e kishte braktisur. Në dosjen e lëndës, nëna kishte pretenduar se braktisja kishte ndodhur për shkak të dhunës në familje. Kjo nuk ishte provuar në procedurë penale dhe besimi i fëmijës i ishte lënë të atit. 4 vjet më vonë, nëna nis procesin gjyqësor dhe sipas ligjit, në procedura të tilla vlerësimi i qendrës për punë sociale është shumë i rëndësishëm për gjykatën, për të dhënë vlerësimin final se kujt i përket fëmijës. Në adresë të kallzo.com kemi pranuar një raportim që tregon një situatë e cila për çdo kë do duhej të ishte pazakontë. Punëtori i qendrës për punë sociale është paraqit në gjykatë duke kërkuar që fëmiu 6 vjeçar me qëndru me të atin, duke shmangur plotësisht faktin që i ati ishte në burg. Në dorë kam vlerësimin që ka bërë qendra për punë sociale për çështjen e besimit të fëmijës. Ky dokument e ka titullin Anamnezë e gjendjes familjare dhe është hartuar me datë 28 korrekt 2025. Aty shkruhet që jati mundet me mbajt fëmijën dhe punëtori social rekomandon që fëmiu të qëndroj me babain. Proceduralisht do gjë është në rregull me raportin e punëtorit social Vlorian Meha. Ai e shkruan mendimin e paraqat të njëjtën në gjykatore 3 muaj më vonë. Në një seancë gjyqësore të datës 5 nëntor, Vloriani, nën uniformën e shtetit, i kërkon gjykatës që besimin e fëmijës me kalu tek babai. Na kemi vendosur që për shkak të privatësisë mos me i përmend emrat e çiftit, por kemi me tregu krejt ngjarjen. Një ditë pasi Vloriani kishte vizituar shtëpinë e familjes ku jetonte fëmiu, babai akuzohet se kreu një vepër mjaft të rëndë, atë të dhunës në familje. Në dorë, e kam akt akuzën e prokurorisë së shtetit e cila përshkruan se me datën 29 korrekt 2025, personi i cili nga punëtori social përshkruaj si babai përgjithshëm dhe kompetent për me u kujdes për fëmijën 6 vjeçar, kishte shkuar në shtëpi dhe aty e kishte grushtuar e tërhequr për flok nënën e tij. Pasi e kishte grushtuar e tërhequr për flok nënën, ai ishte kthyer edhe të atit të cilin e kishte shkelmuar. Kështu të paktën pretendon prokuroria e cila ka ngritur akt akuzë ndaj të pandehurit. Po ju lexoj se çysh e përshkruan prokuroria ngjarjen e 29 korrikut. Me datë 29 korrekt 2025, rreth orës 18:30, në shtëpinë e tyre të përbashkët në fshatin Glanasill në Glogoc, i pandehuri me dashje që t'ju shkaktoj lëndime trupore dhe me qëllim të cenimit të dinjitetit në marrëdhënie familjare, ka ushtruar dhunë fizike ndaj të dëmtuarve, prindërve të tij. Ashtu që, derisa të dëmtuarit ishin duke pirë çaj në terasën e shtëpisë së tyre, nga brenda dali pandehuri duke e ofenduar të dëmtuarën. I than gotat e çajit që ishin mbi tavolinë dhe sulmon fizikisht të dëmtuarën. Duke e kapur për flok, e godet disa herë me grushte në kokë, hund dhe në pjesë të ndryshme të trupit. Aty ndërhyn i dëmtuar që ta ndante pandehurin. Atëherë, i pandehuri e sulmon fizikisht edhe të dëmtuar, duke e goditur disa herë me grushte në kokë dhe në pjesë të ndryshme të trupit dhe rrëzon në kauç, e godet një herë me shall në trup. Me çrast, i dëmtuari ka pësuar gjakmbledhje nën lëkurore në regionin e barkut. E po ashtu, edhe dëmtuara ka pësuar gjakmbledhje nën lëkurore në regionin e barkut abdominal. Krejt këto veprime nuk janë vrejt prej qendrës për punë sociale në Drenas. Punëtori social, Vlorian Meha me 5 nëntor, 3 muaj pas ngjarjes paraqitet sërish në gjykatë. Atje sipas proces verbalit që kam në dorë, i paraqet gjykatës vlerësimin sipas të cilit babai që u përshkrua më lart në akt akuzën e prokurorisë duhej të vazhdonte të mbajë djalin në përkujdesje.
Përpos vlerësimit prej proces verbalit, shihet qartë që punëtori social i thirrur për të mbikëqyrur rastin nuk e ka pas haberin që personit që ai po kërkonte t'i besohej djali ishte në paraburgim. T'ju kujtojmë se paraburgimi ishte caktuar për shkak që ai dyshohej se kishte rrahur nënën dhe babain e tij. Në proces verbalin e asaj seance shihet qartë që Vloriani është vendosur në një situatë të palakmueshme kur është pyetur ku ndodhet personit që ai po kërkonte t'i besohej fëmijën. Po lexojmë ato se çka janë shkruar në proces verbal. Avokati ja pyet punëtorin social: "Pse nuk e keni cek në përshkrimin e gjendjes faktike kur ju keni vizituar shtëpinë e të paditurit se babai i fëmijës gjendet në burg dhe momentalisht fëmia gjendet në kujdesin e personave të tretë, krejt kjo për me pasqyru një gjendje reale?" Përgjigjja e Vlorian Mehës: "Hartimi i anamnezës sociale dhe konstatimi i fakteve relevante është bërë gjatë kohës apo vizitës që është realizu kur i padituri nuk ka qenë në paraburgim." Nga shkresat e lëndës, gjithsesi shënimi zyrtar të datës 23 korrik 2025 rezulton se vizita është bërë në të njëjtën ditë nga 3 punëtorë social të QPS në Gllogoc. Pra ta ripërsërisim edhe një herë. Vlerësimi ndodh në korrik. Një ditë më pas i dyshuari akuzohet se ra nënën dhe babain, ndërsa punëtori social shkon në gjykatë dhe përshkruan të dyshuarin si familjar dhe të gatshëm që të vazhdoj të kujdeset për fëmijën e tij. I shtojmë këtu faktin se i dyshuari ishte në burg kur punëtori social i thoshte fjalët e mira për të. Kom dasht hap pas hapi me ndjek çka ka ndodhur deri tek ky vlerësim. Kom shku në Drenas me taku Vlorianin. Ai nuk ka pranu asnjëherë të paraqitet para kamerës për të sqaruar veprimet e tij. Pasi kemi kërku detaje nga ana e qendrës për punë sociale përmes emailit këtu në Drenas, ata na kanë kthyr që nuk munden me nda informacione në lidhje me rastin cilin e kemi trajtu, e që bëhet fjalë për një rast cilin qendra për punë sociale në Drenas ka 4 vite që e trajton. Pra, ata në bazë të një anemneze kanë vendosur dhe i kanë rekomanduar gjykatës që t'ja falë besimin e një fëmije 4 vjeçar, një babai i cili aktualisht gjendet në burg për shkak të veprës penale dhunë në familje. Na kemi me hy brenda, ndonëse ata nuk na kanë qendra për punë sociale në Drenas nuk na ka kthy përgjigje përmes emailit, duke konsideruar që rasti është i ndjeshëm dhe se ka të bëjë me fëmijë të mitur, ata kemi ardhur me i pyet për vlerësimet cilat i kanë bë kjo qendër për punë sociale e që kanë rekomanduar që besimi i një fëmije 4 vjeçar t'i jepet një personi me precedent penal. Ju i udhëheqësa. Nëse ju nuk jeni kompetente për menaxhimin e rastit, ajo është e kuptueshme krejt. Po në raste për shembull, me një seancë cilën është mbajt me datën 5 nëntor, është përmend që baba është në burg. Jo, nëse i shitko në vend të menaxherit rastit tash, si zyrtare, a kishit tentu me i thonë gjykatës që pe bojmë një rishqyrtim të rastit sepse baba ko kam bërë kemi rrethana të reja? Që unë jam pak më breva. Kur bo anamneza që e ka bo menaxheri i rastit, ka qenë burg baba. Okej. Mas e ka dërgu anamnezën, baba është marrë në burg. Nuk ka i vendim hala përfundimtar, është seanca e radhës. Që për momentin është ashtu, po kur është seanca tash që ka më marrë nuk e di sa të Në nëntor me 26. Po nuk e di se na i kemi të punë të detyrat e ndonjë se cilin menaxher të rastit ka për se cilin rast, po e kom pyet, kam pak informacion që unë ka thonë nuk u konë në burg kur unë e kom dërgu anamnezën, ai nuk u konë, edhe fëmija normal nëna ka braktisë fëmin fillim. Për shkak të kushteve, po? E ka braktisë. Kushtet, se cilë që do me marrë fëmin, kushtet ju ofruhen edhe qofë një social, qofë dikon, qofë strejimore, aja ka braktisë fëmin, fëmija u rritë me gjysher edhe me babën e vetë.
Edhe kena pas shumë vështirësi me socializu, me najt, me nonën, kena pas shumë përpjekje se fëmija as nuk i rrike, as nuk dojke me pa. Doni me pas parasysh që QPS i ka rekomandu gjykatës veç 2 herë me taku në mujt. Kush? Po aja mas kohë ka kërku tani me pa, nuk e di sa, Po, në rregull, po flasim tash. Definitive. Nuk e di sa, po ne di që dikun mas një viti, 2, aja ka fillu e ka kërku fëmin me pa dhe ja kena mundësu. Edhe kena bo shumë përpjekje që me socializu fëmija me ta. Shpak të rrim, da. Edhe ja kena mundësu kontaktin, të e normal të jofru fëmis, të i full për nanën e krejt. E sa për këtë kësaj santës fundit, nuk e di veç Po ta si QPS, për shembull, si zyrtar. Nëse ti e merr një informacion që baba, për çka janë baba dhe nana janë në kërkim të besimit të fëmijës tek gjykata, QPS ja merr informacionin që baba është në burg. Sepse ju e dini shumë mirë, po besoj rastin që baba është në burg për dhun familje për shkak që e ka rënë nanën e tij. Edhe tash qysh supozohet që besimi një dhon gjëshërve, derisa a qysh ka me qyra i pi burgu da. Se që kjo po m'intereson me ditë, nëse ju e keni qëtë indikacion në një seancë të caktuar, a merr një vlerësim, a bën një vlerësim për me e rishqyrtuan anamnezën, me thonë kemi rrethana 3 tash, pe bim një anamnezë 3. Patjetër. Zotri Vlorian Meha, këto ka thonë, nuk ka nevojë për anamnezë të re, sepse ne kemi shku në anamnezë në bazë të asaj që kemi pa në terren. Nuk e ka marrë parasysh fare faktin që tash baba është në... Po e dëshmi gjykata për që është ai dënuar. Ai nuk e merr, nuk vendos veç me anamnezë. Kur është pyet prej avokatës udhëheca, kur është pyet prej avokatës, zotri Meha, nëse ka nevojë për anamnezë të re dhe rishqyrtim të anamnezës, ai ka thonë nuk ka, ne vlerësojmë që nuk ka nevojë për anamnezë të re. Shndrojmë brapa asaj të cilin e kemi dhënë një herë. Dhe sa atë se më thonë se edhe se gjykata ka atë fakt, se ai është i dënuar, tash aja vendos në bazë të na pruvat. Aja mund edhe do të më parasysh pak edhe mirëqenia e fëmisë. Edhe mirëqenia e fëmisë, pavarësisht se gjyshërit ato e kanë rritë shumë tash, po supozojmë tash na mundu me fol edhe për legje edhe pak logjike. Po atë pse nuk keni rekomandu një afal besimin në personit të tretë, që është përcaktuar edhe me ligjin e familjes. Unë nuk kam kompetencë me fol në këtë rast e para. Po du me sqaru një të ru sa kam informacion se menaxheri i rastit besoj që moj edhe gaboj, unë sa do që të flas. Ma mira një me logjike për fillim. Na kur e hapum një lanë, do me thonë, kemë bashkëpunëtor, po menaxhimin e banë se cili veç, është menaxheri i rastit, po kur një fëmijë rritet, nuk e sheh nanën 2 vjet, duhet mu bë përpjekje, fillimisht fëmija mu socializu me nanën, me kuptu që e ka nana ta, edhe me fitu dashninë e nanës, si ndaj 2 palëve. Pastaj kur e shet që fëmija socializohet me non, kalon mirë me non, mundet me u bo një këto rrethana, se kur të rrit baba 2 vjetë është të drejt mja marë babës se nona mas 2 vite, se nuk e dia so vite sakti ka kje. Po supozoj. Djali është 2019. Jo, për djalin e di se unë shpesha moj kontaktin, kur dikush mungon e zëvendësojmë njëri tjetrin. Po, nuk e di nona maso vite, shefe ka ly kontaktin me fëmija, ja ka braktisë edhe mos për një periudhë kohore, nuk u duk heq. Edhe nuk e di sa kësa. Në bazë të deklaratës që ka dhënë në gjykat, ajo është detyru për shkak që ka pas dhunë fizike prej burrit, mandej është detyru, nuk ka pas kur gjë, do me thonë derisa i ka marrë punë. Nese. Që pyetja ka qenë kështu. Tani që ju jeni në djeni, se babai fëmijët gjendet në burg dhe sipas palës pa ditë se i njëjti është në burg për dhunë në familje, a keni nevojë që të plotësoni anamnezën sociale të fundit, duke pas parasysh interesimin më të mirë të fëmijës, duke vlerësuar moshën e fëmijët, a është e denjtë që fëmija të jetojë me gjyshrit, derisa e ka nënën dhe e kërkon në çdo mënyrë fëmijën e saj dhe kontaktet, nuk do t'ja ndalojë në asnjë mënyrë. Fakt ky potencuar disa herë. Përgjigja zotrit Meha, në këto rrethana tu e di që baba është në burg. Ne si organi kujdestarisë nuk vlerësojmë se duhet të kthehet kjo amnezë sociale. Në plotësim,
Nga se e njëjta përmban të gjitha të dhënat e nevojshme lidhur me konstatimin dhe vlerësimin e gjendjes faktike. Gjendja faktike nuk është në anamnezë. Unë pra po të thamë, na nuk besoj që është e gjyshërit e kështu. Unë e menoj, unë personalisht e kisha vërtu dhe mirëqenien e fëmisë. Fëmia është hiperaktiv. Na kemi sugjeruar te miku me shkuon shumë i lëvizshëm e tash me hiperaktivitetin, gjyshërit e tij janë 58, 60 diçka vjet. A munder me e këshyr? Janë duken që e këshyrin mirë. Po, munden me këshyrin. Në Drenas nuk kemi mri me e gjetë Vlorianin, punëtorin e qendrës për punë sociale. Sipas rregullave, kemi tentu edhe në telefon, edhe në email, por nuk kemi marrë asnjë përgjigje. Krejt çka dim është që qendra për punë sociale deri me datë 25 nëntor nuk ka ndërmarrë vizita të reja apo ndonjë vlerësim të ri për situatën. Përmes sharu ngjarjen e kemi telefonu edhe prokurorin e rastit. E kemi bërë këtë për shkak se prokurori, kur ka një informacion që një fëmijë ndodhet në familje ku ka dhunë, të paktën të njoftoj organet tjera të shtetit. E kemi telefonu prokurorin Musa Meaj, i cili e ka trajtu rastin. Ai prej bisedës na ka konfirmu që nuk e ka njoftu qendrën për punë sociale për ngjarjen e Fundkorrikut. Prokuror, përshëndetje, si je? Mira. Jo, Madelina Ahmeti, gazetare prej Kallëzopikon prokuror. Mos po ju shqetësoj diçka. Përshëndetje, jo, ku gjëre të nda? Ajo çka po na duhet me ditë gjatë asaj kohe kur ju e keni trajtu, sepse e pasha këtë akuzën është ngrit prej anës juj, a keni qenë njoftuar edhe për rastin tjetër që tu zhvillu karshi i palës në këtë rast pandehuret? Çfarë dhe i të tjetër? Ka qenë një rast për besimin e fëmijës, po. Ja, në atë rastiv, na nuk i kim, ato se kem pas rastin vetëm për babën e vetë dhe nënën, është trajtu, po ashtu është kërku se kem pas në shqetësim për prindit ti se njëti ka probleme psiqike, është po kërkisa për egzaminim dhe është dalë që nuk ka probleme psiqike, dhe sa për besim ato jo. A e keni di, po menoja është përmend si rrethon diçka, është përmend fëmia që e ka kë? Ka përmend prindi ti që është problemi duket prindi ti diçka për besim fëmijëve, po jo, nuk e kom pas. Sepse ideja është kështu prokuror. Ky personi tash më ka marrë vendimin e gjykatës për vuajtje të dënimit edhe në anën tjetër veç po na duhet me ditë nëse ju paraprakish keni qenë në dieni edhe në bazë të procedurave për një rast të caktuar nëse ju jeni në dieni si prokuror, a duheni me njoftu qendrën për punë sociale si organ të kujdestarisë që me bo... Qendra për punë sociale, krejt ato i bojnë qendra për punë sociale. Ta jo dherë nën me paka shumë kujdeset kë baba i tina dhe nëna e tina. Po. Për në anën tjetër kjo është, po. Problemi e qendra për punë sociale, ata i kanë nuk i kemi, është departamenti për fëmijët në shtëpi. Aha, në rregull. Jo e keni pas veç rastin e dhunës në familje, po. Prindin këtë është trajtu në mënyrë të rregull, dhe të edhe shqetësimet që i ka pas prindin tina se po njëjtë për momentin atë, domethënë momentin që është tu fur, tu bisedu, po është agresive dhe për këtë arsye ka shqetësuar. Edhe ka pas një shqetësim të i njëti mos ka probleme edhe tjera. Nëse ai problem është sqaru nga IPSK-ja. Prokurori e policia nuk e ka njoftu qendrën për punë sociale për përfshirje në dhunë në familje të një burri. 3 muaj më vonë, punëtori social shkon në gjykatë dhe i kërkon gjykatës që personit që në atë kohë ishte në burg t'i vazhdoi besimi i fëmijët. Pra, mekanizmat shtetëror i kërkuan gjykatës që një fëmijë t'i besohej një personi që ishte në burg. Në një bisedë të shkurtër, babai të dyshuarit i ka konfirmuar ekipit ton se djali i tij ishte në burg dhe për fëmijën u kujdes ai dhe bashkëshortja e tij. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Apo flas me zotrin? Po. Zotrin, përshëndetje, qysh je? Jam Adelina Ahmeti, gazetare prej Kallëzopikon. Qysh po kalon? Mirë. Mos po të pengoj diçka. Jo, no. Zotrin, thirra në lidhje me djalin e juj. E di që e keni tash nipin e juj tu e mbikëqyr. Po. E dashna mi ju pyet, a keni vendim prej qendrës për punë sociale për me u bë kujdestar ligjor për nipin e juj? Sepse tash djali është në vujtje të dënimit.
Po, Dasha më ju pyet, a keni vendim pej qendrës për punë sociale për me rujt djalin jo? vendim? Vendim, po. Ja, kena rujt pa vendim, edhe djali ka orë djali. E ka mshu. Djalin e ju Po, e kanë lshu. e ka këtë për së duhen gjë orë. Që shikeni raportet me to, zotri Lutfi? Po mirë, gjëri në akor këna vizituar në burg, ta shtu këni pjesë të po mirë. Sepse ai në burg është për shkak që ju ka ra juve dhe bashkëshortën e juj. Po, ta shtu dhe shka më për dhe huti ta shka për të eqë. Mirë, edhe për momentin mirë. Dasha me të pyet, a punon në Kosovë, a rren Kosovë? Herë Kosovë, herë jashtë, herë kështu. E kur shkon jashtë, juve ja u lën djalin me këshyr. Po, normal. Në ndërkohë, mekanizmat e tjerë të shtetit kishin vepruar. Paralelisht me besimin e fëmijëve, gjykata kishte zhvilluar procesin gjyqësor penal në të cilën i pandehuri është dënuar me 6 muaj burgim për sulmin ndaj familjarëve të tij. Ibrahim Berisha është avokati të pandehurit. Ai ka konfirmuar se nuk ka vendim të veçantë për gjyshrit që të kujdesen për nipin e tyre 6 vjeçar. Avokat, përshëndetje, qysh je? A je mirë apo lodhesh? Adelina në telefon prej Kallzo.com. Qysh je, qysh po kalon? Mirë, faleminderit, jo? Mirë që është të punu ka pak, të mundu me punu ka pak. Avokat, falem shumë që po të shqetësoj vështira, sepse jam të trajtu një rast dhe po është jeni avokati i një palës, e bashkë me pas i Po? në Drenas. Kështu, avokat, dhe do asha me të pyet parjemisht për a e dini për çka është ai aktualisht në burg? Në vujtje të dënimit? Po, aktualisht në burg është për dhunë familje është. Që e ka shkaktuar ndaj nënës së tij nëse nuk gaboj apo? Me prind ka pas probleme pas. Me prind, po tash i ka te kalu ato mosmarrëveshje, po kanë ndodhur ajo tash edhe këta janë pajtimit ai më kthyen shpejt ashtu. Në rregull. Tash avokat është një çështje të cilën është u trajtuar në gjykatë për besimin e fëmisë. Djalit që i kanë kërku tash besimin e fëmisë edhe nana dhe baba e djalit 6 vjeçar. Po, ja, ky djali që 6 vite jetë të baba i vetë, këtu në fshatën, e kom bikëshyrën e këtë ato, e di që ka bo një kërkesë, po me ndeni pa ditë, aja është bashkëshortja tina për besim fëmijës, të është në procedurë. Po, tash avokat, qysh parashit ose qysh, po më interesën me ditë shpjegime, qysh ka mundësi që me pas besimin e fëmisë aktualisht, ende pa vendim të gjykatës është fjala, me qënë se ende është rasti. Po, kushta që s'ka vendim gjykatës. Ka vendim gjykatës për besim të fëmisë, do me thonë. Në ka më vendim gjykatës të kjo, apo kupton 6 vjetë ka që kjo ka fëmin bikëshyrje. E ka vendimin, ju ka refuzuar disa herë asaj në ish bashkëshorte, se aja jeton me qirat, dikun si mas gjykatës në fillim si më ka, në ma herë të ka pas tjetër kushtit qashtje. Ta që atë është problemi, është procedurë si për mendimi dhe anamneza e qendrës për punë sociale, e ka bo mendimin e vetë, i ka bo kontrollat në familje, e ka vlerësu që gjykata vendosë. Po, avokat, që shpjegohet faktit që kjo është në vuajtje të dënimit e kënej ka besimani? Po, ka prend, ligji thëtë, atë ligji i familje i Republikës Kosovës, që zanë këtë qashtën, dhe të të ka këtë gjyshin e ka, edhe tash aja ka mbikëshyrjen e fëmijët, ata ma shumë janë të lidhën gati edhe me ata edhe me këto unë tash shështu. Po, a ka vendim për gjyshrit që mu konë kujdestar ligjor? Për gjyshrit? Ja, nuk e ti ka, po këta në shqyqet tash, në Kosovë din ligji definar, atë është shumë mirë thëtë se ka nuk është përjashtimisht, kur shumë prindja të e këshyrë, dikush që ka zëtësin e veprimet, edhe që në gjendje për më kujtes për fëmijën, për shamull ajo gjyshja dhe që aty. Edhe fëmija vetë deklarua, të deklarua, fëmija është në gjendjen vetë më deklaru. Në anën tjetër, nëna e cila po kërkon besimin e djalit të saj ka angazhuar avokatën Saranda Keqekolla. Avokatja konfirmon papërgjegjësinë institucionale në këtë rast dhe ka shpresë që një ditë drejtësia do të vihet në vend. Pala pas një kohe që
e ka shkëput bashkëjetesën faktike me të paditurin, bashkëshortin e saj, për shkak të dhunës fizike dhe psiqike që e ka pas në mënyrë sistematike, e njëjta është detyru me u largu në orët e vonat natës nga shtëpia dhe në atë kohë fëmiu ka qenë shumë i vogël, disa muajsh, akoma pa i mbushur 1 vjet, dhe në rastin konkret, fatkeqësisht pala të cilën unë e përfaqësoj, është fëmijë që është rrit pa prind, dhe nuk ka pas edhe ku me marrë, nëse kish marrë fëmijën me vete, edhe s'kish pas ku me dërgu. Përkohësisht ajo është largu, e ka gjetë një vend strehem, ka fillu me punu, i ka kriju kushtet, në momentin që i ka kriju kushtet, e ka kërku fëmijën në kontakt, neve kemi deponu propozimin për mas sigurisë, fillimisht për kontakt, e më pas kur klientja në këtë rast, i ka siguru kushtet e mjaftueshme për mirëqenien e fëmijët, e kemi bërë padim për besimin e fëmijët, ku kemi kërku besimin e fëmijët, sepse pala tash ka një biznes, ka të ardhurat mjaftueshme, ka një banes, ka gjitha kushtet, ku fëmiju mund të rritet shumë mirë me nënën e saj. Edhe për kundër faktit se gjykata e pa ta aprovu masën e sigurisë për caktim të kontaktit, në fillim, kur është lëshu vendimi i gjykatës, kemi pas tepër vështirësi, ku pala vazhdimisht ka shku në kontakt, nuk i është sjell fëmiju, për derisa kemi shku edhe disa herë në polici, e kemi raportu rastin, sepse janë thirrë në një arsye se kemi ushtru ankesë, në ndërkohë masat e sigurisë, ankesa nuk e ndalon ekzekutimin. Për shkak insistimit shumë të madh dhe të fuqishëm të palës, kemi arrit që me fillu me i bo kontaktet, normal fëmiu fillimisht një kohë gjatë nuk e ka pa nanën, edhe për fëmiu nana ka qenë një person pothuajse i huj, po me fillimin e kontakteve, afiniteti i nanës edhe i fëmijët ka fillu me u bo më i afërt, sa që tash mendzi nuk e pret takimin me nanën, edhe mendzi që e përfundon takimin me nanën. Në fillim ka mujt me i pas disa vështirësi, për derisa e ka kuptu se kjo është nana, mirë po nana të shku, të ju afru, të i dërgu dhurata, të e ledhatu, të qëndru një kohë pak ma gjatë me ta, ka arrit me fitu qitë lloj afiniteti me fëmijën e saj. Tash, na jemi të e kërku besimin e fëmijët, që sheceka ma lartë për shkak që i kemi bo gjitha kushtet, mirë po për shkak procedurave të cilat janë të zgjatur dhe për shkak që kemi të bëjmë me rastin regjion, edhe si që dini në rastin regjion është shumë vështirë me i realizu pola të drejtat, për shkak që është vendi ma i vogël, njerëz nifën mes vete, edhe pse ligje e përcakton qartë se në cilat raste duhet të mos i besohet nënës fëmijët, në rastin konkret edhe organi i kujdestarisë, në këtë rast qendra për punë sociale, është rreshtu në krahun e të paditurit, edhe duke i ditur disa detaje që i njëjti, sipas palës të cilën unë e përfaqësoj, e njëjta ka dalë nga shtëpia për shkak të dhunës fizike, i njëjti në mënyrë të vazhdueshme është sill në mënyrë agresive, i ka bo presion fëmijët gjithnjë sipas palës të cilën unë e përfaqësoj, e cila i ka disa indizime nga kontaktet ku në kontakt me fëmijën vend që shfrytëzohet ajo pak kohë sa është e përcaktuar që nëna të ri me fëmijë, pala e paditur në këtë rast bën zhurma, i bën presion fëmijët që i njëjti ta rezistoj kontaktin me forma të ndryshme të shtrëngimit, që i njëjti ta refuzoj kontaktin me nënën, dhe kjo jo për shkak të dëshirës së fëmijët, po për shkak që me e shkatru palën të cilën unë e përfaqësoj. Unë e kam një anamnezë të qendrës për punë sociale, cila datën prej 20 mars 2024. Është një anamnezë që qendra për punë sociale në Drenas e ka bo, e ku ka dhonë mendim që si organi kujdestarisë, që m'ja dhonë besimin babaj, sepse i njëjti ka tregu gatishmëri me rritë fëmin.
Do me thonë, këto që po i përmend ti, vështërsit në komunikim, vështërsit pas vendimit të gjykatës m'ia dhon kontaktin, m'ia dhon hapësirën për kontakt mes nanës edhe fëmijës. Këto në këtë anamnezë e cila daton që nga marsi viti 2004, periudhë kur edhe është nis procedura për besimin e fëmisë, nuk figurojnë. Qysh është e mundur nëse pala ka njoftu edhe QPS-ja? Unë mendoj se kjo anamnezë është skandaloze për faktin që nuk i plotson as kushtet minimale, për arsye se edhe në rastin kur është pyet lidhur me të ardhurat financiare, nuk mjafton vetëm gatishmëria. Punëtori social është përgjigjur se nuk e kanë pyetur. Do të thotë kjo e tregon më shumë seriozitetin dhe përkushtimin e një punëtori social që e jep një vendim shumë të rëndësishëm, sepse qendra për punë sociale mirët ekskluzivisht për mirëqenjen e fëmijëve, aty ku është gjeneza e çdo familje. Dhe nëse në raste të tilla, nëse në institucione të tilla kemi lëshime, atëherë kjo është shumë keq. Kjo është skandaloze, do të thotë si shoqëri e kemi humbur. Anamneza e dytë, e cila përkram në anamnezën e parë, për shkak të kërkesës juve si avokate e nanës në këtë rast të fëmijës 6 vjeçar, është bo në korrik të vitit 2025. Apo? E cila anamnezë thotë se është e njëjtë me atë të marsit të vitit 2024. Pra sërish Qendra për Punë Sociale vendos me dhanë mendim që t'i besohet fëmija babës në këtë rast, të e pas parasysh edhe një fakt tjetër që jo e keni ngrit në seancën e datës 5 nëntor 2025, që babai aktualisht, edhe në këtë kohë kur ne po e zhvillojmë intervistën, gjendet në vuajtje të dënimit për lëndim të letë trupor dhe kanosje. Po, faktin se babai i fëmijët, në këtë rast, ish bashkëshortja i palës time, është në Burg, e ka mësuar nga pala të cilën e përfaqësoj, ku të njëjtën e ka njoftu, do të thotë, nëna e ish bashkëshortet se jam detyruar me raportun polici për shkak të dhunës fizike që i njëjti e ka ushtruar në nënën e tij. E kemi një djalë 6 vjeçar, i cili ka 2 prindër gjallë, njëri e ka në Burg, tjetri është duke e kërku besimin, nëna në këtë rast. E kemi një gjykatë që po i den këto rrethana. E kemi një qendër për punë sociale që po i den këto rrethana. Dhe pra vazhdon me e mbështet një deklarim apo mendim që fëmija me ju besu babës. Qysh a lejohet kjo? Pikrisht për këto arsye, unë kam kërku mendimin edhe punëtorit social se ai nevojitet edhe njëherë ta plotësoj për shkak të ndryshimit rrethon anamnezën sociale, për shkak që në rastin konkret tash na pedina që baba është përdhun familjen Burg. Edhe pse punëtori social gjatë gjithë procedurës është bërë kinë se nuk e ka ditur, fakt këtë të cilën sipas palës që unë e përfaqësoj nuk qëndron, dhe kam kërku tash që unë njoftut se i njëjti është në Burg, atë nevojitet kohë shtesë për me e plotësu anamnezën, për shkak se unë nuk di qysh organi i kujdestaris mundet me jap një mendim. Mi u besu fëmiu një personit dhënshëm, ku nana është gjallë, nuk ka nevojë që punëtori social ta përmend lidhshmërinë e fëmijut me gjyshit dhe gjyshrët, për faktin se jam person i tretë dhe ata vinë në shprehje vetëm nëse nëna hek dorë, dhe bazuar në ligjin për familjen, në raste kur personi i cili e ka pas kujdestarin për fëmijën, në këtë rast babai, është i padenj. Realisht ai për momentin është i padenj me u kujdes për fëmijën, sepse është në Burg dhe nuk ka kur lloj kontakti me fëmijën. A ka vendim specifik i cili i inkuadron palën e tretë në këtë rast në bazë të ligjit për familjen, ku besimi i fëmijës në rast se nuk janë të denj 2 prindrit, i jepet një personi të tretë në këtë rast. Janë gjyshrit personi i tretë, po konsiderojmë sepse fëmija është. Në rastin konkret nuk ka asnjë lloj vendime. Shikues të nderuar, ishte ky një denoncim tjetër i një ngjarje e cila ka ndodhur në një familje në Drenas. Sërish,
i tërë zinxhiri institucional i cili trajton dhunën në familje kollapsoi duke rekomanduar që një të burgosuri të dënuar për dhunë ndaj nënës dhe babait të tij t'i besoj fëmiu 6 vjeçar. Ai tash është liruar dhe djali vazhdon të jetë nën kujdesin e tij. Mbesi me shpresë që pas këtij emisioni, gjykata do e kuptoj qartë sjelljen e qendrës për punë sociale dhe të ndërmarrë masa për zbatimin e ligjit.